Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se vini në një tjetër takim të Portrete Bukurie. Programi që i jep zë historive, forcës dhe ëndrave të vajzave të zakonshme me shpirt të jashtëzakonshëm. Kemi gjetur kështu një mundësi për t'i njohur, nxitur dhe për t'i mbështetur pjesëmarrësit në rrugtimin e tyre drejt finales së Miss Shqipëria. Mbrëmja e kurorëzimit të më të bukurës shqiptare do të zhvillohet me 18 qershor në amfiteatrin e liçenit në një transmetim live në ekranin e gjithë shqiptarëve, radio televizionin shqiptar. Sot do të njihemi me 5 vajza, që përmes rrëfimeve, kujtimeve dhe të qeshurave do të na tregojnë pse secila prej tyre është një portret i bukur në mënyrën e vet. Qëndroni me ne, sepse ndoshta do të shihni veten në ndonjërin prej tyre. Çdo vajzë ka një histori për të treguar. Një moment që ka formuar karakterin e saj, një sfidë që e ka rritur apo një kujtim që ende pulson në zemër. Tani është momenti që të ndjekim 5 rrëfimet e vajzave tona. Ju ftoj që t'i dëgjoni me zemër të hapur. Përshëndetje, unë jam Bjauna Beshiraj, jam 17 vjeçe, banoj në Tiranë, kam lindur në Tiranë, kam një familje e cila përbëhet nga 5 persona, mami, babi, vllai i vogël edhe gjyshja. Vazhdoj shkollën në gjimnaz, viti 2, për menaxhim biznesi ekonomiste dhe ëndra ime që e vogël ka qenë që të dilja para kamerave, para televizorit, të përfaqësoja jo vetëm Shqipërinë, po edhe më tej Shqipërisë. Kam patur shumë qef një këngëtare dhe imitoja, vishja dilja me taka, me rrobat e mamit nëpër lagje. Kam qenë shumë tip i hedhur, shumë e lëvizshme. Deri në moshën 4 vjeçe kam qenë vetëm, e llastuar, derisa më erdhi në jetë vllai, i cili më gëzoi shumë. Vllain tim e kam 4 vite më të vogël. Lodh me të, zihem shpesh, por gjithsesi e duam shumë njëri tjetrin. Më e lidhur jam me mamin, sesa me babin. Babin ja kam pak fanatik, por gjatë kësaj rrugtimin më ka lejuar për shumë gjëra. Ndërsa mami t'i shpreh pëlqimet që kam, gjëra që nuk më ecin mirë, gjëra që më ecin mirë. Jam më e hapur me mamën sesa me babin, dhe është një mbështetje, një krah i djathtë për mua. Në karakterin tim më pëlqen që jam një vajzë e fortë, nuk i marr për bazë mendimet negative. Kam një personalitet të fortë, të cilin më përfaqëson mua si vajzë. Nëse do të fitoja Miss Shqipërinë, do ishte dëshira më e madhe që të vazhdoja modelingun, të arrisja në një fazë shumë të lartë, duke me vështirësi, me sakrifica, por që them se do t'ja dal mban. Jam një njeri që besoj tek vetja, kam besuar gjithmonë tek ëndra dhe ja kam arritur qëllimit që e vogël, që po unë do ta bëj këtë dhe gjithmonë më është realizuar. Shpresoj që Miss Shqipëria të jetë një rrugëtim i bukur edhe të më hapi sa më shumë dyer që unë të arri sa më lart. Përshëndetje, unë jam Eliona Ajdari, jam 17 vjeç dhe vi nga qyteti i Lushnjës. Unë jam nga një familje mesatare shqiptare me 6 persona dhe kam 2 vëllezër më të vegjël. Njëri është 12 vjeç dhe tjetri është 3 vjeç. Djali që është 3 vjeç, Thiari, është le të themi biri im,
pasi e kam rritur unë dhe gjithmonë bëj shaka me mamit dhe i them që këtë e ke lindur ti, por e kam birsuar unë. Mami im punon në spital si infermiere dhe gjithmonë e kam pasur si shembull që shkolla të nxjerr diku dhe shkolla është pikësynimi më i madh. Ëndra ime është që të bëhem një arkitekte. Pjesa e modelingut erdhi pak si papritur, le të themi. Unë e kam nisur eksperiencën time tek Miss Lushnja. Nuk e mendoja kurrë se do isha pjesë këtu, por ishte një nga surprizat e jetës më të bukura që më kanë ndodhur deri tani. Kam hyrë për ta shijuar dhe të kem një eksperiencë që do ta mbaj mend gjatë gjithë jetës. Jam shumë e lumtur që po flas tashmë përpara kamerave, sepse gjithmonë e kam ndërruar këtë intervistë. Në shtëpinë time, unë gjithmonë, kur bëj punët e shtëpisë që ndihmoj mamin, mendoj se si do të përshkruaja unë jetën time në një intervistë dhe jam shumë e lumtur sot që po e realizoj këtë ëndër që kam patur gjatë gjithë kohës. Por arkitektura vazhdon të jetë pjesa ime preferuar dhe nuk do të heq dorë kurrë. Gjyqja ime për fat të keq ka ndruar jetë dhe ka qenë një nga humbjet e mia më të mëdha. Kam qenë gjatë gjithë kohës e lidhur me të dhe kjo më ka prekur shumë humbja e saj dhe ajo që më ka bërë më shumë përshtypje me veten time që nuk mendoja se do ta realizoja dot ishte vetë përmbajtja. Nuk kam qarë për atë dhe e kam pak pishman për këtë. Me sa di unë, asnjë prej vajzave që ka patur kurorën nuk ka qenë e arsimuar, le të themi, për arkitekturë dhe do të ishte diçka e veçantë nëse do të ishte një arkitekte me kurorën e Missit të Shqipërisë. Dhe do të isha shumë e lumtur në rast se do të ndodhte kjo mrekulli, le të themi, dhe kjo plotësim dëshire kaq të madhe që unë e kam patur ëndër. Përshëndetje, unë jam Dera Hila, jam 17 vjeç edhe jam nga Tirana. Me origjim jam nga Berati, tani kam 10 vjet që jetoj në Amerikë. Unë jam në universitet, sa kam mbaruar vitin e parë të universitetit dhe po mësoj për juridik. Kur kam qenë e vogël, kam qenë një njeri shumë i dashur, një kalama po e trazovaç, edhe më thoshin gjithmonë mistreca e Beratit. Kam qenë një gocë që ku kam shkuar në Amerikë për herë të parë, kam përjetuar shumë keq dhe më kam munguar shumë Shqipërinë edhe kam qarë shumë për shumë vite derisa u mësova dhe zura dhe shoqëria andej. Në momentin që na vdiq nëna, unë kam përjetuar shumë keq edhe kam shkuar prapë tek faza 1, si në fillim që nuk flisja me asnjë edhe mundohesha të angazhoj veten time e të merren me gjëra të reja. Si për shembull fillova të kërceja kërcime tradicionale të Shqipërisë. Edhe ajo më filloi të angazhohem më shumë me shoqërinë edhe të shkoj prapë te vetvetja që kam qenë përpara. Një pjesë e arsyes pse un kam ardhur te Miss Shqipëria është motra ime që ka qenë pjesë dhe ka fituar shoqëruesja e parë Miss Shqipërisë 2023-shit. Ajo ka qenë një idhull për mua në këtë temë të situatës. Unë nuk e di asnjëherë që do bëhesha pjesë e Miss Shqipërisë, por në momentin që e pash që ajo kishte pasur një eksperiencë shumë të bukur edhe gjithmonë e përmend në jetën e saj, mua gjë më ka frymëzuar që të jem dhe unë pjesë e Miss Shqipërisë. Motra ime madhe, jo vetëm Ema, po motra ime më e madhe është dhe ajo një pjesë shumë e fortë tek personaliteti im. Se gjithmonë ka qenë si mama e dytë për ne dhe na ka rritur, edhe se kemi pasur maman tonë gjithmonë aty, motra ime e madhe ka qenë gjithmonë një arsye pse unë vazhdoja të kisha një jetë shumë të bukur edhe të qesha gjithmonë, jo vetëm të qaja, se kam qenë shumë qaramane kur jam qenë e vogël. Unë do doja të fitoja Miss Shqipërinë vetëm që t'i tregoj gocat e vogla që një ëndër realizohet. Unë edhe pse mos të fitoj kurorën në të ardhmen, unë prapë dua të jem pjesë e kësaj familje të Miss Shqipërisë. Përshëndetje, unë jam Valentina Gekprifti, jam 17 vjeç, kam lindur dhe kam jetuar në Greqi 10 vite, unë jetoj në Gjermani këtu e 7 vitesh. Familja ime përbehet nga 5 antar, mami, që është nga Korça, babi nga Pogradeci, edhe 2 vëllezërit time të mëdhenj. Unë vazhdoj gjimnazin për administrativ biznesi dhe ekonomi. Mua më pëlqen shumë të vizatoj, të kërcej, edhe ndonjëherë të këndoj. Unë jam një tip shumë pozitiv, jam e dashur, e thjesht, më pëlqen shumë
të dalë me shoqet, të kem pranë meje. Unë prindrit I kam të ndarë, por unë jetoj me mamin dhe me vlajnë. Vlaji tjetër ka marrë shtëpi me vete, jeton vetë, kurse babi jeton në Greqi. Mamin e dua shumë, e kam si shoqe të ngushtë, por edhe mamin e mamit, nena ime, kam shumë pikë të dobët, sepse nena ime nuk jeton, edhe nuk e kam parë ndonjëherë. Edhe kur vete në Shqipëri, nuk jam mirë fare, kurse kur vete e shikoj nenën e varet me një peshë, edhe e kam sikur e kam pranë meje, si një angel, edhe me mbështet edhe Zoti, po edhe nena, I dua që të di. Që kur kam qenë e vogël, më pëlqente shumë model design. Kur kemi qenë në Greqi, në kishte futur për modeling në një agjenci, por atëherë kishte shumë bullying me grekët edhe shqiptarët, edhe nuk na pranuan. Më tha mami, pse nuk shkon për mi Shqipërinë? Futu, bek të hap. Edhe thash, mami, me të vërtet unë dua të jetoj eksperiencat. Kam dëgjuar se do jetë shumë eksperiencë madhe dhe dua ta jetoj këtë eksperiencë. Edhe këtë ndër unë po e jetoj në këtë momente edhe jam shumë krenare. Unë bëra një sakrificë shumë të madhe për të ardhur në Miss Shqipëria, se shkolla me la të ndjek këtë ëndrën të vinë në Miss Shqipëria. I really want to thank my school, Behovskolik Volksgartenstraße. Po të fitoj kurorën do ishte njëra nga ëndrat e mia se do realizohen. Edhe do jem shumë krenare, gocani, mos e lini këtë ëndër, djekeni atë ëndër që doni me të vërtet, se nuk keni çan të humni. Jeni të mira, jeni të bukra, të tëra janë të bukra. Futuni në Miss Shqipëria, do jetë një eksperiencë shumë e madhe. Mos harroni këtë gjë. A keni menduar ndonjëherë se sa e fuqishme është një vajzë që I beson vetes? Përshëndetje. Unë jam Erila Brati, jam 19 vjeç dhe studioj për inxhinieri elektronike në Universitetin Politeknik të Tiranës. Familja ime përbëhet nga 4 pjesëtar, mami, babi dhe vëllai, të cilët janë mbështetja ime më e madhe dhe arsyeja pse unë jam këtu. Fëmijëria ime në shtetin e lindjes, në shtetin e Hasit, ka qenë shumë e bukur. Gjimnazin e bëra në Tiranë, ku përballa më shpejt se vajzat e tjera ose moshatarët e mi, largimin nga familja. Arsyeja pse erdha te Miss Shqipëria është sepse unë nuk dua të përfaqësoj veten time vetëm si një ikonë bukurie. Dua t'ju jap forcë dhe besim të gjithë vajzave që kanë dëshirë, ëndra, por mendojnë se është e pamundur të jenë këtu krah meje. Jam më shumë e lidhur me mamin se sa me babin, e kam si shoqe të ngushtë, edhe vëllai është pika ime e dobët. Deri në momentin kur u shkëputa nga Hasi, ziheshim shumë çdo ditë me njëri tjetrin, pastaj sikur e merrte malli shumë për mua, më merrte në telefon dhe më fliste çdo ditë të mundshme. Edhe e dua shumë. Jam një person I dashur dhe I shoqërueshëm me të gjithë ata që më rrethojnë, edhe me persona të rinj. Një pikë e dobët e karakterit tim është se bëhem shumë shpejt me nerva, edhe nga nervat mund të them fjalën e fundit të parën. Edhe pastaj I bie pishman. E kërkoj falje. Mua më pëlqen shumë që në kohën e lirë të luaj volejboll ose të dal për ecje, edhe gjithashtu më pëlqen të vishem, të bëj make-up, ashtu si të gjitha adoleshentët e mia mendoj. Nëse unë fitoj kurorën e Miss Shqipërisë, edhe titullin Miss Shqipëria, e cila është një ndër fëmijëria që kur kam qenë e vogël, unë do e shfrytëzoja shumë si mundësi që t'u tregoja dhe t'u ofroja çdo lloj vajze të mundshme, të bënin hapin e parë, lidhin hapin e parë drejt karrierës tyre, se mbase kanë frikë, mbase kanë ëndra në sirtar dhe dua t'i ndihmoj që të ndjen sa më komode dhe ta duan shumë veten. Të besojnë shumë se nëse duan një gjë mund ta arrijnë. Mund të ndryshojnë, por gjithmonë rikthehen me diçka të re për t'na treguar. Dhe ne tani do të bëjmë një muhabet si goca mes gocash, të ngrohtë, të sinqertë dhe me shumë të qeshura. Tema jonë sot është shoqet e ngushta dhe ndikimi që ato kanë në jetën tonë. Eliona, çfarë mendimi ke ti për këtë temë? Atëherë do të thoja që shoqet e ngushta janë shumë të rëndësishme në jetën tonë, sepse janë
pikan ku ne mbështetemi përveç familjes, pra që nuk kemi lidhje gjaku me të, dhe do të thoja që do të ishte personi i dytë më i rëndësishëm për mua pas familjes. Dua gjithmonë shoqen time ta kem pranë, sepse kam shumë mbështetje dhe është person që më kupton edhe pa folur unë fare. Domethënë, vetëm nga shprehja që unë kam Keni lidhje shumë të ngushtë edhe pa folur? Po, dhe pa folur ajo më kupton. E di se çfarë do i thuash. Po, dhe unë kur mërzitem unë përpiqem mos ta shpreh, dhe ajo e kupton që sa më she në sy, thot mua pse e mërzitur. Çka ka ndodhur? Mi jep lajmet e fundit. Po, mendoj se është shumë e rëndësishme shoqja jonë e ngushtë. Erilda, për ty? Shoqja ime e ngushtë është si motor për mua. Edhe çfarë ndan me të? Është si motor, është si pjesë e familjes time. Nuk po them që di të gjithë gjërat private që ndodhin në familjen time, po pjesën që më rrethon mua, qoftë në shkollë. E ke si një mbështetje të dytë? Të dytë, po. Valentina? Unë besoj se shoqja e ngushtë është shumë e rëndësishme, se e ke si motor, e ke një mbështetje, me ke të flasësh, është shumë gjë e mirë se ke një energji pozitivitet edhe shumë e rëndësishme të kesh një person. Që të duron pozitivitet gjatë gjithë kohës, edhe të gjon kur ke probleme. Dea, si është për ty? Çfarë rëndësie mendon që ka të kesh një shoqe të ngushtë në jetën tënde? Unë mendoj se të kesh një shoqe të ngushtë në jetën tënde do jetë një mrekulli e madhe, edhe është një rëndësi? Jo rëndësi, po një fat i mirë. Unë shoqen time të ngushtë e kam me të vërtetë si motor, rrim bashk, ajo më lexon mua mendjen tërë kohës, unë nuk kam fare pse të flas, ajo direkt e di se çfarë po ndodh, edhe se si jam. Edhe shoqja e ngushtë është një njerëz që të zgjedh, jo vetëm që e ke, me të thënë që është si partneri, që do të zgjedhë ty me të mirën dhe keqen. E vërtet. Leona? Në jetën time mendoj se shoqja ime është një nga ndër personat më të rëndësishëm në jetën time, pasi jam rritur që e vogël me të, e njoh më mirë se mami dhe babi vetë, e njoh më mirë se çdo kush tjetër, ajo ndan çdo sekret, ndaj çdo sekret me të, është një mbështetje shumë e madhe për mua, i marr mendim për gabimet edhe për gjërat më të mira që mund të bëj. Është gjithmonë mbështetja ime. Shumë bukur. Po të mos kishit pasur shoqen tuaj të ngushtë, çfarë mendoni se do ju mungonte më shumë? Eliona, fillojmë nga ty. Çfarë do të mungonte po mos kisha atë në cilën ti tregon problemet edhe gjërat? Besoj se më shumë do më kishte munguar personi që më kupton shakat, sepse shakat e mia janë pak të çuditshme. Do të thoja që i kam me ironi shakat, edhe shpesh njerëzit mi marrin për keq si ofendim ose mund të lëndohen po mund të lëndohen, po ajo është e vetmja që nuk mi merr për keq dhe jam shumë e lumtur që mi kupton shakat. Po ndonjëherë kur mërzitet me ty edhe ti vendos të bësh ndonjë shaka dhe ajo e merr si ofendim, apo bën sikur e merr si ofendim, të ndodh? Jo, unë kur e mërzis, sepse e mërzis shpesh, përpiqem ta marr pak me të mira 5 minutat e para. Pastaj kalon si jeni gjithmonë. Pastaj rregullohet çështja. Po mirë, nëse rregullohet pas 5 minutash jemi në rregull atëherë. Erilda, për ty si është marrëdhënia? Çfarë do të mungonte më shumë nëse nuk do të kishe shoqen tënde? Do të them të drejtën, shoqja ime e ngushtë para pak ditësh u bë operim. Kishte një smundje të keqe, edhe u mërzita shumë të them të drejtën, se nuk e imagjinoja dot të mos e kisha më pranë vetes, se më mungon shumë pozitiviteti dhe qiltërsia që ajo më jep. Ndihem shumë rehat në praninë e saj, edhe besoj që ajo ka qenë edhe një nga mbështetjet më të mëdha kur ti vendosi që të vijete. Madje ka hedhur një story, real friends don't be jealous, they support each other. Ti do thotë ajo ishte shumë krenare dhe e lumtur për suksesin tënd që u bëre pjesë. Valentina, për ty çfarë do të mungonte më shumë nëse nuk do të kishe shoqen tënde të ngushtë? Mua do më mungonte shumë mbështetja, një njeri që më dëgjon, më kupton humorin, edhe energjia do më mungonte shumë, se kur kam një njeri se është pozitivitet, jam dhe unë pozitive, e më pëlqen shumë kjo gjë. Shumë bukur. Dea, ty çfarë do të mungonte? Edhe unë gjithashtu është mbështetësia. Që të të mbështesi. Po, shoqja e ngushtë. Unë mendoj se edhe pse mund të shkosh tek prindrit ose te motrat, ti thuash se çka ke në një problem në jetën tënde, prap do jetë çik ajo që të mban mbrapa,
Se mos i thot mamit ose babit. Por në momentin që i thua shoqës të ngushtë, ai të kupton shumë mirë edhe e krahason me ndonjë gjë që i ka ndodhur asaj të njëjtë gjë. Pra, po, krahasoni ngjarje që ju ka ndodhur edhe mbështetni njëra tjetrën. Po, edhe besoj ajo do më mungonte shumë të shoqja ime e ngushtë. Po, unë duket se ty do të mungon të fakti që shoqja e ngushtë nuk do i tregon të mamit edhe babit. Se ti ke edhe 2 motra, nuk bën motra xheloze për këtë gjë që ti tregon gjërat më shumë shoqës së ngushtë? Ka pasur një rast vetëm që jemi zënë, apo ti nuk na thua asgjë, ja thua vetëm shoqës të ngushtë, edhe e rregullova çik muhabetin tash, po jo se unë ju kam motra. I more me të mira. Leona, për ty çfarë do të mungonte më shumë? Se ti e kishe shoqe që në fëmijëri, pra keni ndarë shumë momente së bashku. Që në kopësht. Kam ndarë pafund momente me të dhe më shumë do më mungonte tipi asaj. Është tip që edhe sikur ke ndodhur ndonjë fatkeqësi fatale, ajo të bën me qesh se s'bën. Edhe ndonjëherë nuk e mendoj, nuk do isha shpreh, do mbasha stres, do kisha kaluar edhe depresion. Nëse nuk do të kishe mbështetjen e saj. Cili ka qenë momenti që ju e keni kuptuar apo vërtetuar që kjo është shoqja ime e ngushtë, dhe është një person që ka besim te unë edhe mi mban sekretet dhe mi mban historitë që themi. Cila ka qenë një ngjarje që i ka vënë pikën shoqërisë tuaj, po themi. Leona? Unë do thoja nuk ka qenë një moment eksakt, por unë jam një person që e fitoj me shumë vështirësi besimin. Mund të them që të besoj, por në të vërtet nuk është të besoj me të vërtet. Por mendoj se ka ardhur gradualisht pjesa e shoqes së ngushtë. Unë kam 2 shoqe të ngushta, por ato nuk është se kanë lidhje shumë me njëra tjetrën, i lidh vetëm unë. Dhe me njërin prej tyre është dashur shumë kohë për të quajtur shoqe të ngushta. Dhe ndërsa me tjetrën kam bërë direkt klik. Është ndonjëherë edhe kimia që keni mes njëra tjetrës. Me njërën prej tyre kam bërë direkt klik dhe më dha ndjesin që isha e sigurt me atë dhe i kam treguar do me thënë në një situatë që po më ndodhte për momentin dhe që aty kemi vazhduar atë shoqëri. Që nga i moment edhe ti paka shumë e vetën tënde e vërtetove që unë mund t'i tregoj edhe gjëra që... isha e sigurt me ta. Erilda, për ty ka pasur një moment të tillë që ke vërtetuar që ajo është shoqja jote e ngushtë dhe je sigurt në vendimin që ke marrë për ta pasur shoqe të ngushtë? Ashtu siç e tha dhe Eliona, ka ndodhur, siç e tha, është një klik. Ashtu ma ka bërë dhe mua. Thjesht ula një kafe rastësisht me të, nga shoqet të përbashkëta kështu, edhe është hera parë që e takoja, po kishim shumë tipa të njëjtë, bënim të njëjtat muhabete, të njëjtat shaka, po. Edhe thjesht filluam dilnim më shpesh, rinim shumë bashkë. Po ato shoqet që i kishit të përbashkët, u bën xheloze. Po mirë, ju çfarë i thatë apo nuk e komentuat fare? Nuk është se të kemi lënë masdore, thjesht me ato më puqet më shumë tipi. E kuptoj. Valentina, për ty ka pasur një moment që të ka vërtetuar ty se ajo është me vërtet shoqja jote e ngushtë? Po, sa po kisha filluar shkollën, edhe mua më bëri klik me atë shoqe, edhe rastisin e momentet se desha një person me këtë flisja se nuk isha shumë mirë, edhe dolem atë ditë, edhe hapa zemrën edhe ajo, e që atëherë thash, kjo e shoqja ime e ngushtë. E vendosa. U vendos. Po mirë, se klik e di unë që ju ka bërë të gjithave, se me një person që nuk ju bën klik, nuk flisni, e kuptoj, po. Besoj ka pasur një moment që ndoshta nuk ka qenë ajo pika, si që thash, po ka qenë diçka që ju ka bërë juve, ju ka dhënë më shumë besim tek ajo. Dea, ka pasur një moment të tillë për ty? Po, edhe për këtë do flisja. Unë kam vite me shoqen time të ngushtë, po kemi pasur një grup shoqesh. Vetëm shoqesh. Gjithmonë grup shoqes, nisë? Po, nuk ka pasur një të shumë vërdall, përveç vllajt të saj. Por ato shoqet e tjera kanë folur që keq për mua dhe ajo gjithmonë më ka mbrojtur. Të ka mbrojtur në situatyre? Po, edhe që ka qenë nga fillimi i shoqërisë tonë, ajo direkt më ka mbrojtur mua, ndoshta edhe pse në të vërtetë bëm klik që në fillim. Po gjithmonë më ka mbajtur. Të ka mbajtur anën? Po, gjithmonë. Edhe pse një nga të gocat ka qenë shoqja e saj e ngushtë,
Tani janë cik muhabetet të komplikuara, pastaj më kam mbrojtur edhe më kam bërë gjithmonë anën edhe ka... Edhe kur ishte që kishe qef vllajën të mbajti anën, kështu që është e vendosur që e ke shoqe të ngushtë, e kuptuam. Bleona, për ty? Për mua ka patur raste të pafunda që... Se juve shoqe që në kopësht edhe jeni zënë ndonjëherë shumë keq. Edhe për flokësh. Kemi patur raste plot, por që një rast që ka qenë kështu e veçantë që mua ka mbush mendjen totalisht ka qenë kur kemi qenë në një grup shoqe në klasën në 9 vjeçare dhe të gjithë flisnin se ka qenë një periudhë që u zura me të gjithë. Isha vetëm fare dhe ajo u doli gjithëve kundra që shqip se nuk është vetëm Bleona ka mu. Edhe që atë ditë e pastaj asnjë nuk... Dhe ti e vendose me vetën tënde që edhe ti do mbështesje... Deri në fund do ta mbështes, për çdo gjë që ajo do vendoste. Mirë se, tani unë bëra pa kurioze, nuk e di nëse u bë dhe ju kur u zutaj shumë, çfarë bëri që desh kape nga flokët? Nuk thuat. Po kape në njërë shoqë të ngushta për flokës. Tani dua edhe një përgjigje të fundit, vetëm e po ose jo. Besoni në shoqërinë e përjetshme? Jo. Nuk beson? Jo, nuk besoj. Erilda? Po, besoj. Valentina? Edhe unë po. Po. Unë nga ti dua një përgjigje se qa thot shoqja jote e ngushtë pas kësaj intervistës, pasi ta shohi. Pasi unë të mbaroj këtu, do ha një blok të mirë. Vajza, shumë faleminderit, ishte një bisedë shumë e këndshme. Në një botë që shpesh të bën të ndihesh vetëm, është vërtet bukur kur ke një shok apo shoqe të mirë që të ndash gjëra të bukura, por edhe ato që janë pak të këqija. E po pas ka shumë emocionesht, është koha të qeshim pak me rubrikën 2 të vërteta dhe 1 gënjeshtër, se cila nga ju të thoj 3 fjali, dhe më pas, me njëra tjetrën do gjeni se cila nga ato është gënjeshtër. Edhe ne do t'i shohim edhe do t'i komentojmë. Eliona, thuaj 3 fjalit e tua. Atëherë, kam nisur të shkruaj një libër, nuk kam vullosur asnjëherë pasaportën dhe kam shkruar me një të famshëm në rrjetet sociale. Ke nisur të shkruash një libër? Mendojnë që ajo është gënjeshtra? Po, gënjeshtër. Pse mendojnë që është gënjeshtër? Nuk e di. Nuk të duket kështu si kur është vajzë që shkruan? Më duket të shumë vajzë që lexon se sa që shkruan. Po, njëra që lexon edhe mund shkruaj, se lexon shumë. Unë besoj se është ajo të shkruash një të famshmin. Që ka shkruar me një të famshëm. Po. Nëse është e vërtet, ta di që do na e thuash me kë. Bleona? Që ka nisur të shkruaj libër. Ka nisur të shkruaj një libër. Valentina? Ka nisur të shkruaj një libër. Të gjitha janë për ka nisur të shkruaj një libër. Cila është gënjeshtra? Vetëm Dea e gjeti, nuk kam shkruar me asnjë të famshëm. Çana dhe mendova që e kishe të vërtet atë, nuk e di pse. Erilda, na thuaj 3 fjalit e tua. Kur jam qenë e vogël, kam marrë rrobat e mamit dhe i kam siluar fustane për vete. Kam marrë makinën e babit në moshë 15 vjeç pa leje dhe e kam përplasur. Edhe lyva flokët vetë në shtëpi me dekolorant. Eliona, cila mendon ti që është gënjeshtra? Mendoj se është pjesa me makinën që e ka përplasur. Nuk të duket aq rebele sa të marri makinën e babit. Po besoj se e ka të krijimtarin për të stiluar veshjet e mamit. Për flokët nga bisedat që kemi bërë mes nesh jashtë për kafe. E di për pjesën e flokëve dhe prandaj mendoj. Valentina, cila mendon që është gënjeshtër? Edhe unë mendoj që ka marrë makinën e babit. Makina. Dea? Edhe unë makinën. Leona? Flokët. Ti mendon flokët. Cila është gënjeshtra? Që kam për fustanet e mamit, nuk e kam bërë. Po makinën e ke marrë? Po. O si e përplase? Ku e përplase? Në Kisha në fshat. E mirë, nuk ishte dalë shumë nga... Jo. Aty për aty. Vetëm e plasa që. Ja tregove, e pa? Po e pa. E pas, kishte qatë. Ta la makinën më pas, ta mësoja, po tha nuk do hipesh më në makinë. Më tha nuk do e marrësh me Nuk është makina për ty. Pastaj më tha hajde se do e mësosh. Ne, mirë, ndryshoj mendje më vonë. Valentina, na thuaj 3 fjalit e tua. Unë flas 5 gjuhë të huaja, kam qenë në kurs notimi, edhe kam syer këmbën e djathtë. Goca. Mendoj për kursin e notimit, nuk e di, nuk kam asnjë ide për këtë, po thjesht intuita. Intuita të tha për Erilda? Mendoj që se ka thyer këmbën. Nuk e ka thyer këmbën.
Dea? Se ka thyrë të majtë një të djathtë. Mendon që gënjeshtra është e cila këmbë ka thyer. Bleona? Që ka thyrë këmbën e djathtë, mendoj se është gënjeshtër. Që ka thyer këmbën e djathtë. Valentina? Nuk e kam thyrë këmbën Nuk e e thyer atje. Flet 5 gjuhë të huaja, cila gjuhë flet? Gjermanisht, anglisht, greqisht, shpanisht dhe shqip. Sa bukur. Bravo, bravo Valentina. Dea? Më kam përjashtuar nga shkolla me policë. Jam në vitin e parë të universitetit dhe jam 17 vjeç. Edhe kam pasur, i kam marrë shoqë të ngushtë të dashurin. Unë them për të dashurin është gënjeshtër. Edhe unë për të dashurin. Edhe unë ato. Po mirë, shite pak ti sot. Çfarë? Po. Leona? Është Është se asnjë s'kam bërë ato gjë kurrë në jetën time. Nuk mendon, nuk është Jo, fare. Leona? Kam një vlla të vogël, nuk i kam qef kafshët veçanërisht mallcet, edhe kam thyer hundën e vogël. Besoj ke thyrë hundën. Nuk e ke thyrë hundën. Erilda thot nuk e ke thyer hundën. Është shumë mirë për që në thyrë. Ka hundën shumë të bukur, komplimente, e keme vërtet shumë të bukur. Kam thyer. E ke thyer, e the, po pse? Harrova. Cila është gënjeshtra? Që nuk i kam qef mallcet, unë pes. Që nuk i ke qef macet. Vajza, shumë faleminderit dhe faleminderit dhe ju, besoj që ndoqët një rubrik me të vërtet quiz edhe fan. Ishte shumë fan, nuk kënaqa shumë, vajza të kënaqën shumë, por rubrika tjetër do t'jetë pak më serioze dhe më rëndësishme, sepse vajzat do t'kenë vetëm 30 sekonda për t'ju ftuar ju për të votuar për to. Tani është momenti më i rëndësishëm për vajzat. Ato do të kenë vetëm 30 sekonda për t'ju ftuar juve që të votoni për to. Për të votuar portretin që ju prek më shumë. Eliona, gati, mund të fillosh. Atëherë, mund të më votoni mua, pasi ju nuk vetëm do të votoni për bukuri, apo për pamjen fizike të cilën ju mund të shihni, por edhe për t'i plotësuar ëndrrën një vajze të vogël që gjithmonë ka patur qef që të jetë pjesë e një televizioni dhe të jetë përpara kamerave dhe do të përmbushni zemrën e saj dhe gjithashtu do të tregoni për vlerat dhe do të doja shumë që të tregoja për vlerat dhe për zgjuarsinë që vajzat shqiptare kanë. Unë mendoj se duhet të më votoni mua, sepse një vajzë mund të jetë edhe e zgjuar edhe elegante, shumë pozitive dhe e dashur me publikun. Unë mendoj se duhet të më votoni mua, sepse mendoj se bukuria nuk është vetëm ajo që shohim, por është ajo që përsjellim. Dhe do jem shumë krenare për të gjitha vajzat ju tregoj që jo vetëm t'i ndjekni ëndrat, po dhe t'i plotësoni. Unë mendon se do të më votoni mua, sepse nuk është thjesht një kuror e të jesh Miss Shqipëria, po është edhe që të tregosh se je një vajzë që je pasionante dhe ke ëndra shumë të mëdha si çdo gocat e Shqipërisë. Do ishte kënaqësi të më votonit mua, pasi nëse do shpallem Miss Shqipëria, do jem e para që do të ndihmoj të gjitha gocat që të hedhin ja përpara dhe mos të kem frikë. Në çdo buzëqeshje fshihet një histori dhe në çdo hap mbi skenë një ëndër që kërkon të marrë fluturimin. Ajo nuk është vetëm bukuri, është qëndrueshmëri, është përkushtim dhe është forca për qenë vetvetja në një botë që shpeshherë kërkon maska. Vajzat e Miss Shqipëria nuk përfaqësojnë vetëm imazhin e hijshëm, përfaqësojnë zëra që thon histori, zemra që rrahin me pasion edhe mendje që shohin larg. Ky është portreti i bukurisë shqiptare, natyrale, inteligjente dhe me shumë identitet të fortë. Ne sot pam që bukuria nuk qëndron vetëm në pamje, qëndron në fjalë, në histori të ndara, në buzëqeshje të sinqerta dhe në momente që na kanë bërë të fortë. Ju ftoj të votoni dhe të mbështesni të gjitha vajzat që konkurrojnë për titullin e Miss Shqipëria 2025. Do të jemi së bashku në episodin tjetër të Portrete Bukurie në pritje të Miss Shqipëria.
Miss Shqipëria 2025